Mir ditë se jeni, unë jam Günther në Austria. Shedje në Vjen tani, ne jemi me kandidatët shqiptarët këtu në Vjen, pastaj duhet të prezentohet, të lutem shqiptarët në Vjen votohet per shedje bashkë ne ndërtohet një Europa me mirë, një Vjen Europiane, mirë se erdhe, tani është koha për Drita, të lutem. Përshëndetje, Drita Cacaja quhem unë kandidoj për mbicekun e 5, të gjithë ata shqiptarë ose shqip që janë folës, le dalin le të votojnë të diellën me 27 prill, edhe në 5 mbicekush është mundet më votu edhe në për tjera mbiceka. Faleminderit edhe mirë presim edhe shpresojmë se të gjithë e kanë vullnetin për me dalë për të mirën tonë, për fjalën tonë. Drita për Vjen, faleminderit shumë, suksese. E tani është koha për Kastriot. Përshëndetje, quhem Kastriot Dalani, lindur në Tiranë, në shtetas austriak. I uroj gjithë shtetas shqiptar ose shtetas shqiptar me nështëtësi austriake që të votojnë në FOPEN sepse është vetëm parti që përfaqëson interesat jo vetëm të shqiptarëve të Shqipërisë, por interesat e gjithë kombit shqiptar të Kosovës, Malizzi, Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Kështu që i uroj të gjithëve të votojnë për FOPEN sepse është vetëm parti që neve na jep mundësitë si shqiptar në Austri për të ecur përpara për interesat e Shqipërisë dhe tona gjithashtu. Faleminderit Castro, tani për Vjen me Castro, faleminderit shumë, suksese. E tani për Niç Kasniqi për shpjegoj situata, bashkët, strategia, është koha për Niç. Mirë. Përshëndetje, bashkëdhëtar të nderuar të Vjenës dhe rrethinës, po ju lajmërohem me rastin e zgjedhjeve që janë të diellën. Siç e pam, janë 3 kandidatë që marrin pjesë në mbicekun 14-58 dhe është një kampanjë për të votuar Partinë Popullore ÖVP, e cila me vite ka përkrah kërkesat tona jo vetëm në Austri, por edhe në bashkëpunim me vendet e origjinës. Në listën për Parlamentin e Vjenës ju bëjmë thirrje ta votoni zotrin Tabarski, ndërsa në 3 mbicekët i votoni Kastriotin, Dritën edhe Günterin. Faleminderit paraprakisht edhe sukses për të gjithë. Faleminderit. Shqiptarët, bashkët për Europa. Faleminderit. Faleminderit, mirëpafshim, ditën e mirë. Kalofshi mirë.